Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Ndodhemi në lotin e tretë të rrugës Qukës Qafpllaç. Një vepër e cila ka zgjatur për shkak të kompleksitetit gjeologjik që kemi në gjithë këtë zonë malore, duke nisur nga hyrja pra poshtë në Qukës dhe deri në daljen në Qafpllaç, por edhe për shkak, ashtu siç dihet nga historiku, që kur ka nisur me një projekt të padetajuar, me problematika të cilat kanë dalë gjatë gjithë rrugës. Rëndësi ka që tashmë jemi në fazën finale, ku financimi është siguruar, ku të treja fazat e këtij projekti po ecin në mënyrë të konsiderueshme, duke qenë se në një të përgjithshme të projektit jemi më shumë se 85% ecuri në të tre fazat e tij. Duhet thënë që në fazën e parë kemi trasen e shtruar me asfalt tashmë mbi 80%, kemi vetëm një pjesë ku punohet me mbushje nga sa pashun gjatë kohës së inspektimit, ndërkohë që në lotin e dytë kemi një pjesë më të madhe për mbushje dhe për sa i përket pjesës skarpateve. Ty ku janë përqendruar forcat, ku punohet me 2 turne, jemi në lotin e tretë të Qukës Qafpllaçës, që është dhe loti përfundimtar. Kantieri këtu ku ndodhemi ne duhet të që shkon shumë mirë, por nga ana tjetër, pak më lart në Kodër, kemi atje problematika. Shitje të xhama sipër. Shkemi marrë masat e nevojshme për pastrimin dhe ndërtimin të verifikimit të gjithë materialet të rishitër, po kemi një riprojektim të detajuar për mbrojtjen dhe garancinë e rrugës në të ardhmen, pasi është akoma një vend të rrezikshme pra që problematike pasi çashmëri dhe tektonika shumë të theksuar, por që besoj me masat inxhinierike që po parashikojmë të marrim do të jetë zgjidhur komplet si rrëshitje. Ndërkohë në pjesët e tjera po punojmë me shtresat rrugore, kemi mbrojtjet e skarpatave të cilat kanë ecur relativisht shumë mirë. Kemi arritur diku në 40% në mbrojtjet e skarpatave. Në gërmimet dhe mbushjet kanë arritur mbi 90% në të tyre. Pastaj janë shtresat rrugore ku 4 km janë asfaltuar dhe pjesa tjetër do fillojë. Tu kemi 9.3 km apo jo? Po kemi 9.3 km në total. Do fillojmë edhe me shtresat asfaltike, do jemi në të gjitha. Tani inxhinier, këtu duhet themi diçka që këtu jemi në lartësitë e zonës dhe këtu sido që të jetë gjatë dimrit kantieri nuk funksionon, pasi është i pamundur që të funksionojë për shkak të temperaturave shumë të ulta dhe për shkak të rreshjeve të borës të vazhdueshme. Edhe sot, që është maj, këtu është ftohtë, nuk s'ka asnjë lidhje me temperaturën që mund të kishte edhe poshtë në fush para se të ngjiteshim, por këtë e themi pasi ecuria në këto kantiere është gjithmonë gjatë sinës pranverës deri në fund të vjeshtës, pra deri diku nga fundi i nëntorit. Ne shpesh diskutojmë që një nga masat që duhet marrim dhe duhet kemi parasysh është mirëmbajtja e kësaj rruge, duke qenë që do të jetë një nga rrugët më komplekse që ne do kemi për mirëmbajtjen timrore. Jemi në lartësi rreth mbi 1200 metra në pikën më të lartë. Është një rrugë pothuaj e gjitha malore, do kemi vështirësi në mirëmbajtje, por tashmë kemi krijuar eksperiencën, masat i kemi marrë, po themi qoftë me borpastrueset apo të gjithë pajisjet tjera. Siç e thatë, ka qenë vërtet një kantier ndër më të vështirët në historikun e ARSH-s, mund të them, pasi e gjithë rruga prej 43 km shkalon në zonë malore. Veç faktit që projekti ka qenë i dobët në start, na është dashur ta ripunojmë të gjithin dhe gjatë ndërtimit ka pasur shumë problematika që sot po themi janë eliminuar të gjitha, po që kanë shkaktuar vonesa në këtë projekt. Kemi shumë vepra arti, të cilat ndjekin të gjithë rrugën, duke nisur nga pjesët e ndërlidhjes që bëhen me teramesh apo tek tunelet që kemi, apo edhe gjithë mbrojtja e skarpateve që diku bëhet me mure apo diku tjetër me zgjidhje të tjera infrastrukturore. Këto janë tombinot edhe hyrjet e gabionit, të cilat pasi kemi pastruar luginën, kemi bërë dhe kaskadën për filtrimin. Eksakt, do me thënë për të treguar që se nuk i shikojmë në të gjitha veprat infrastrukturore këtë, për të treguar se si një formacion shumë divers, shumë i ndryshëm që kemi gjatë gjithë këtyre 43 kilometrave ka dashur zgjidhje të ndryshme teknike apo jo. Pra këtu kemi filtrimin, se po të shikojmë nga afër, po ta shikojmë këtu me kamerë, ka një rrjedhje uji të vazhdueshme që është uji nëntoksor,
i cili sigurisht ne kemi siguruar Karpatin duke krijuar këtë rënje dhe pastrim pra të luginës Karpatit dhe duke krijuar pastaj gjithë pjesën për filtrimin e ujrave apo dhe rrëshqitjeve të mëvonshme. Tani, tek nisnim inspektimin, unë kam diskutuar me supervizorin e huaj, që supervizorët me të vërtet kanë bërë një punë shumë të mirë, apo jo Genti? Patjetër. Në të gjitha lotet, tu kemi supervizorët e huaj që ndjekin të gjithë proceset dhe ajo çka unë i kam kërkuar është puna me dy turne, duke qenë se plani ynë është që të përfundojmë të gjithë trasen. Pra, tashmë me atë problematikën e vogël që është duke u zgjidhur në lotin e parë, me një kompleksitet pak më të madh në lotin e dytë, por dhe atje po punohet për pjesën e sigurimit të Karpateve dhe muret mbrojtëse. Dhe nga ana tjetër, me përfundimin e pikërisht pjesës tretë, ne synojmë që ta mbyllim të gjithë këtë vepër dhe ta dorëzojmë të përfunduar brenda fundit të kësaj vere. Pra, brenda kësaj vere ne duam që dorëzohet Qukuçja Ploça. Për këtë arsye unë kam folur me supervizorin dhe i kam kërkuar që të shndrojnë në kokë diçka që është zgjidhja përfundimtare, krijimi i dy turneve operative, që duhet nisin nga herët në mëngjes dhe duhet përfundojnë vonë në darkë, sigurisht duke plotësuar të gjitha kushtet e sigurisë në punë, pasi është shumë e rëndësishme tek pjesa sidomos e thyrjes si ju po bëni në këto momente, që është një pjesë që bëhet gjatë natës. Por megjithatë më ka siguruar që do të jetë shumë kërkues për sa i përket 2 shifts and 2 groups operating. I arrange with the company for this. Absolutely. And I arrange also for the night, if the light in the night, because it makes more safety for all persons. Exactly. Okay? Because It's a priority for us. More depth for him, maybe more than 50 meters. Maybe I keep the person and I keep the machine, not make accident. Exactly. This is very necessary. Okej. Në koordinim të plot me supervizori, sipas gjithë instruksioneve që kemi dhënë, kantierët duhet të jenë rreth 15-16 orë operative, pra të ndarën në 2 turne me 2 skuadra të ndryshme dhe sigurisht sipas gjitha parametrave të sigurisë në kantiere, sigurisë në punë që janë shumë të rëndësishme. Por ama duhet kuptuar që tani është sulmi i fundit dhe na duhet patjetër që kjo rrugë të bëhet operative brenda verës të këtij viti, sepse ashtu siç e nisëm këtë inspektim sot, tham që në kalim të verës dhe me fillimin e shirave, ulet temperaturave i bjen pastaj që kantieri të vonohet me një vit dhe kjo nuk do të ndodhi dhe do dorëzohet brenda këtij viti. Çështje tjera që duhet dim për Qukuçja Ploça? Siç ka thënë, mbetet vetëm mobilizimi me 2 turne tashmë i kontraktorit me oraret minimalisht kur është dritë nga ora 6 deri në orën 9 të darkës, kështu që është e realizueshme. Drita del në orën 5 është komplet e qartë dhe deri në 8:30 në darkë jemi patjetër në kushte për operim, pavarësisht edhe gjitha masave që do merrem për ndryqimin e kantiereve. Okej, shumë mirë, ne këto ditë do shihemi shpesh, siç e kemi njoftuar edhe 3 kontraktorët që punojnë në të treja pjesët e kësaj rruge. Për ne është shumë e rëndësishme, do të thënë që të ketë vëmendje nga ju, por edhe ARSH-ja, edhe unë personalisht do jemi gjatë gjithë kohës në kantier, pasi duam që të ketë ritëm dhe duam që të përfundojmë brenda kësaj vere. Sia! Sa punonjës kemi të angazhuar? Ne aktualisht kemi diku 150 punonjës në total. Vetëm kantierin tuaj flas. Kemi mbi 90.000 që punojnë jetët të rënda. Po shikoj, ajo pjesa atje, madje atje ka përqendrimin më të madh, po ne qëndruam për kushte sigurie larg asaj pjesë. Kemi shumë procese të ndryshme pune, punojnë mbrojtjes Karpate me shumë makineri dhe me shumë staf të cilat janë, sepse në lartësi deri në 40-44 metra vazhdojnë mbrojtjet. Kemi dhe punimet të tjera, gërmimi, pastrimin e rrëshqitjes, mbushje masive. Jemi totalisht të angazhuar të mbyllur në kohë. Edhe në bazë të programit tonë tani edhe me instruksion të punuar në 2 turne, edhe do ja mbajmë patjetër në kohë, edhe sa të do mbyllet që të hapet për trafik. Shumë faleminderit inxhinier, punë të mbarë dhe do shihemi shpejt gjatë gjithë ditëve në vazhdim. Faleminderit.